Përshëndetje, këtu kam përgatitur e qelë kajsie. Kajsit të cilat i kam bledhur nga bacia ime janë afërsisht 2 deri në 3 kg kajsi. I kam larë dhe u kam hequr bërthamën, i kam hedhur në një tenxhere në të cilën aty i kam zier, kam shtuar sheqerin, afërsisht 2 kg sheqer. Pasi kam mbaruar kjo procedurë, i vendos në zjarr të ngadalt. Aty do të ziejnë afërsisht për 2 deri në 3 orë dhe do t'u heq shkumën avash dhe në fund do të hedh lëngun e një limoni. Këto i vendosim në një vazo dhe më pas e kthejmë vazon me kokë poshtë, nëse doni t'i mbani për më shumë kohë të gjata. Dhe vazot në këtë mënyrë do të puthiten. I vendosim në një vend të errët dhe i përdorim pas disa kohësh. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Faleminderit.